Përkujtohet në Vlorë 5 maj dita e dëshmorëve të Atë-Dheut. Bashkia e Vlorës zhvilloi ceremoninë e rastit ku kanë marrë pjesë autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, deputet, drejtues të institucioneve, pasardhës të veteranëve të luftës dhe familjar të dëshmorëve, të pranishëm edhe shumë qytetarë të cilët kishin dalë për të kremtuar këtë datë të rëndësishme historike. Autoritetet më të larta dhe përfaqësues të politikës kanë vendosur kurora dhe buxheta me lule në lapidarin që përkujton dëshmorët e Atë-Dheut. Ata janë përulur me nderime dhe respekt përpara veprës historike të tyre. Pas nderimeve përkatëse në fjalën përshëndetëse për qytetarët dhe të pranishmit, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha se në këtë ditë të 5 majit përkujtohen dëshmorët e Atë-Dheut, ata që në emër të sakrificës sollën lirinë, dhe kjo ditë duhet të jetë një ditë reflektimi për atë dhe dashurinë dhe përkujtimin e tyre. Mersini dha një lajm të mirë sa i përket rehabilitimit të varrezave të dëshmorëve, ku 5 maj vitit kaluar që përkon edhe me 85 vjetorin e ditës së dëshmorëve, do t'i gjej varrezat e dëshmorëve në Vlorë me dinjitet. Sot, në këtë ditë, ne përkujtojmë emrin dhe sakrificën e njerëzve që i vunë themelin lirisë së Atë-Dheut tonë. Është pa diskutim nder dhe lavdi për të gjithë brezat sakrifica e tyre. Dhe në emër të kësaj sakrifice, gjithmonë do të ketë një reflektim për atë dashurinë dhe për kushtimin ndaj Atë-Dheut për të gjithë brezat. Në 85 vjetorin e vitit tjetër, ne pa diskutim do të kemi edhe një ambient më dinjitos për ata, sepse rekonstruksioni i varrezave do të lartësojë edhe një herë dinjitetin e tyre. Të paharuar.